Plan 30 ditor mësimi, tregtim Onineva 2 analiza teknike dita 12 struktura e tregut të fazat e të. Dita 12 është dita kur tregu fillon të duket i rregullt, jo kaotik. Shumë fillestar mendojnë se tregu lëviz pa logjik. E vërteta është krejt e kundërta. Tregu ka strukturë dhe kalon në faza të qarta. Kush i kupton këto faza, ndalon se luftuari tregun dhe fillon të bashkëpunojë me të. 1. Çfarë është struktura e tregut? Struktura e tregut është mënyra se si çmimi ndërton. Maja, funde, lëvizje dhe pauza. Struktura tregon kush ka kontrollin, blerësit apo shitësit. Nëse tregu po vazhdon drejtimin, apo nëse është në pritje. Struktura është skeleti i tregut. Pa të nuk ka kuptim asnjë analizë. 2. Elementet bazë të strukturës. Struktura ndërtohet nga 3 element kryesor. Maja, funde, distanca mes tyre. Nëse këta element përsëriten në mënyrë të rregullt, tregu është i lexueshëm. Nëse thyen pa rregull, tregu është i paqartë. 3 faza e parë, tregu në trenda. Trend rritës. Në trend rritës struktura është e qartë. Çdo maj është më e lartë se më parshmja. Çdo fund është më i lartë se më parshmi. Kjo tregon kërkesë të fortë, blerës aktiv, besim në rritje. Në këtë fazë, rikthimet janë të shëndetshme. Blerja ka përparësi. Shitja është kundër rrjedhës. Trendi rritës vazhdon derisa struktura të prishet. Trend rënës. Në trend rënës struktura përmbyset. Çdo maj është më e ulët se më parshmja. Çdo fund është më i ulët se më parshmi. Kjo tregon presion të fortë shitës, mungesë besimi, refuzim të çmimeve të larta. Në këtë fazë, rritjet e vogla shiten, durimi shpërblehet, blerja është e rrezikshme. Trendi rënës vazhdon derisa tregu të ndalojë së krijuari funde më të ulëta. 4. Faza e dytë, tregu në lëvizje anësore. Çfarë është lëvizja anësore? Lëvizja anësore ndodh kur çmimi nuk krijon maja më të larta, nuk krijon as funde më të ulëta. Lëviz brenda një zone të kufizuar. Kjo është faza e pasigurisë, balancë, pritjes. Në këtë fazë, tregu mbledh energji. Blerësit dhe shitësit janë në baraspesh. Sinjalet janë të paqarta. Pse lëvizja anësore është e rrezikshme për fillestarët? Fillestarët e ngatërojnë lëvizjen anësore me trend. Hyjnë herët, humbasin nga lëvizjet e shpeshta. Kur tregu nuk ka drejtim, vendimi më i mirë është mos veprimi. 5. Si kalon tregu nga një fazë në tjetrën? Tregu nuk ndryshon me njëherë. Nuk kthehet pas sinjale. Nuk lëviz rastësisht. Kalimi ndodh zakonisht kështu. Trendi ngadalësohet. Struktura bëhet e paqartë. Çmimi hyn në lëvizje anësore. Më pas lind trendi i ri. Ndryshimi i fazës fillon gjithmonë me dobësim të strukturës. 6. Gabimet e shpeshta në leximin e strukturës. Tregtim në çdo fazë pa dallim. Mos dallim i lëvizjes anësore. Parashikim i thyerjeve pa prova. Vendime emocionale në treg të paqartë. Struktura kërkon qetësi dhe vëzhgim, jo nxitim. 7. Ushtrim praktik për ditën 12 hapi 1. Zgjidh disa tregje. Euro ndaj dollarit amerikan. Poundi ndaj dollarit amerikan. Dollari amerikan ndaj yenit japonez. Hapi 2. Vendos grafikun ditor. Identifiko fazën aktuale. Hapi 3. Shiko 4 orshin. A përforcon apo e dobëson pamjen ditore. Hapi 4. Shkruaj. Tregu është në trend rritës. Tregu është në lëvizje anësore. Struktura është e paqartë. Pa tregtim. Vetëm vëzhgim. 8. Çfarë duhet të arrish në fund të ditës 12? Në fund të kësaj dite duhet të kuptosh se tregu ka faza. Dallosh trendin nga lëvizja anësore. Mos detyro tregtimin kur struktura nuk është e qartë. Respektosh fazën ku ndodhet tregu. Përfundim. Tregu nuk është kaos. Është një sistem me faza të qarta. Kush e kupton strukturën nuk mbutet. Kush nuk e kupton lufton tregun dhe lodhet.